Të dashur shikues dhe dëgjues, mirë se erdhët në episodin e dytë të serisë In Depth Podcast. Unë jam Borimi Jufi nga Instituti In Depth. Instituti In Depth është ndër organizatat e para në Kosovë që ka përdorur podcastin si mjet të avokimit, informimit dhe ndërgjegjësimit të aktivizmit publik. Përmes serisë së re In Depth Podcast, synojmë të eksplorojmë me thellësi çështjet me rëndësi për zhvillimin e qëndrueshëm, politikat publike dhe mirëqenien e qytetarëve. Në episodin e parë, trajtuam varfërinë energjetike, shkaqet dhe pasojat e saj. Ndërsa episodin e sotëm do të diskutojmë për potencialin e energjisë të rinovueshme në Kosovë. Mysafire në këtë podcast e kemi Zafina Kallbashin, ekspert e energjisë dhe zhvilluese projekteve në Kosovë dhe rajon. Ky epizod realizohet në kuadër të projektit Prospect Plus 3, i mbështetur nga Henry Ball Shtyptu ose HBS. Sabina, mirë se vjen në podcastin tonë. Shëndetje Burim, faleminderit për ftesën, është kënaqësi me qenë me ju sot. Me a fillu pak ma shlirë, me thonë, si duhet të mendoj për energjinë? Kjo është pyetja kryesore, ne mendojmë këtë debatin e energjisë që bëhet në Kosovë dhe në komplet rajonin. Se para se me u diskutu për çdo teknologji, mënyra më e dobishme për me kuptu situatën në të cilën gjendemi është për me ditë së pari çfarë roli lun energjia dhe çka shërben energjia. Kjo është për shkak se njerëzit në të vërtetë nuk është që harxojnë energji for the sake of me harxhu energji, mirë po ose që kanë qef me pas panele solare veç for the sake of them, ose me harxhu që merr për të njëjtën arsye. Njerëzit realisht duhen me pas për shembull shtëpinë ngrohtë ose shtëpinë e ftohtë, në këto mutet të verës, kanë qef me pas drita masi boter, kanë qef me pas ushqime trujt me frigorifer, kanë qef me pas spitalet më konë funksionale, bizneset produktive. Për këtë këto është energjia cila na nevojitet. Edhe kjo ka rëndësi sepse energjia i bën të mundshme që të aktivitete ekonomike, sociale për një shoqëri të caktuar. Të e mendu në qëtë formë, kjo e ndryshon edhe formën që na i vlerësojnë vendimet që merren për energjinë. Dhe me thonë, vend që me bu pyetja se cila teknologji e prodhon energjinë më të lirë, na duhet me realisht, do ne mendoj që duhet me bu pyetja se cilën shërbim janë ato mundu me ofru, në cilën orë, në cilën lokacion duhet me pas energji ton kuhen, çfarë lloj energjisë duhet më konë available në çat pikë, sa i besueshëm duhet më konë çaj furnizim me energji, çka ndodh nëse dështojnë komponente të tilla e tjerë. Historikisht kjo energjia gjithmonë ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm edhe i ka mundësuar shoqërinë që më konë shumë më efektive dhe shumë më produktive. Dhe me thënë nuk është që kur bu për shembull energjia elektrike, nuk është që u zëvendësu qiri me një lomp edhe u kryq atë, mirë po e ka bu ditën më produktive për këtë shoqërinë, i ka ndryshuar mënyrën që fabrikat kanë funksionuar, e ka përmirësuar sigurinë, i ka riorganizuar komplet qytetet të tëra në mënyrën që ato funksionojnë edhe rrjedhimisht tani që jetohet jeta. Teknologjia dhe me thënë e tillë e ka transformuar komplet një shoqëri të caktuar, edhe i ka mundësuar që ashtu me funksionu ndryshe në një mënyrë më të mirë edhe me pas një kualitet jetës më të mirë. Punën time që kjo perspektiv edhe që kjo lloj i energjisë ka kontekst më shumë si energji elektrike. Energjia elektrike është për barsëve më fleksibil të energjisë, edhe në të vërtetë është vetëm një prej përbërësve të këtij sistemi të tërë. Energjia tani tjera që çdo që përdoren për ngrohje, ftoje, transport, karburante, procese të tjera industrie. Ma jemi sot me një fazë që ende folën për energji si siguri, a kena energji. Do të thonë nuk ka ndalje të energjisë, duhet me investuar në rrjet, duhet me investuar, jena pjesë e komunitetit të energjisë. Tash njerëzia kur po folum, na po folum veç për megawatt. Po çka nëse prodhohen ata megawatt ku me ku? Sakt. Do të thonë, Sakt. cilat janë ato zgjidhjet që energjia esenca është që projekte që të cilat realizohen. Normal që megawatt janë këtë me rëndësi, karakteristikat që i ka një projekt i caktuar janë shumë me rëndësi, mirë po nuk mundet me u mendu në aspektin teknik, mirë po duhet me u mendu në aspektin e shërbimit që ofron çaj projekt, në kuptimin që
aprodhon edhe adreson një nevojë reale në kohën kur që ajo nevojë është duke u nevojit. A janë projekte të realizume që duhet, a janë projekte të lidhura në rrjet që duhet, a kanë modele tregtare të besueshme, edhe rrjedhimisht cilat lloje të shërbimeve dhe çish po e përmirësojnë jetën e njerit i cili jeton në një vend të caktuar. Kjo për shembull, nëse është qëllimi që na mi po shtëpitë e ngrohta, zgjidhja nuk mundet më kon gjithçysh, duhet më kon veç furnizim me më shumë energji elektrike. Duhet të pas duhet me pas izolim më të mirë, ngrohje më efikase, projekte më të mirë të ndërtisave dhe rrjedhimisht që tu e bujnë që qatë qëllimin që na e kena për shembull me pas një shtëpi të ngrohtë me umbri në mënyrë më efektive. Ose nëse ki për shembull do mi pas industri të cilat operojnë me një vend caktuar, më kon shumë më konkurrence, atë më vjen që të nkuan në momente kritike me pas furnizim me energji elektrike, rrjedhimisht do të me pas furnizim më shumë. Tash ideja është gjithmonë që me qenë u identifiku një shërbim i cili po tentohet me u ofru, edhe qaj shërbim i cili po tentohet me u ofru, tani me zgjedh teknologji të cilat adresojnë edhe mundsojnë që shërbimi edhe problemi që na po dojna më zgjidh me umbri me qatë zgjidhje. Tash më kthy pa në temë, edhe për shkak të kena ftu është jena pjesa asoj traditje se kena trashëguar që qëmbyri është kena menu që është ari, të ngjilli ari, që ashtu kena mësim kohën e pandemizve ta. Tash është problemi është që na shumica e njerëzve nuk përmarrin shumë të rëndësisht me këto burimet e renovueshme për shembull, kije njerëz që në një mënyrë e atakojnë se nuk janë qëndrueshme sene. Por çfarë probleme zgjidhen burimet e renovueshme këtë rast po folim kur portojmë për burimet e renovueshme, po menojmë në hidro, solare dhe meje. Sakt. Burimet e ripërtritshme kontribuojnë në shumë probleme që mujnë me u zgjidh, po çdo vend i rendit ato në mënyrë të njëjtë ose nuk është vetëm një teknologji vetëm që i zgjidh këtë problemet e mundshme. Kontributi i parë i burimeve të ripërtritshme normal është që është strategjikisht e rëndësishme që ti me pas burime vendore të cilat prodhojnë pa pas fuel cost, në mënyrë që ti me djeg, diçka për me prodhu. Ki veç fix. Që kjo tani rrjedhimisht dal të kontributi i dytë, që ki ndikim pozitiv mjedisor, se në mungesën e djegjeve të tilla, prodhojnë energji pa emetim të çtëne gozrave sirë të cilat janë të dëmshme për shëndetin tonë, edhe rrjedhimisht arsyeja e tretë, po jo më pak e rëndësishme, është se kanë kontribut ekonomik, edhe është një problem që zgjidhet duke prodhuar energji në koston më të lirë të mundshme. Se në aspektin e teknologjisë, po, fix. Por me marru një termocentral me glinjit të nxell me i gaz ose me një nukleare, përveç që duhet me marru termocentralin, duhet edhe me djeg diçka për me prodhu. Po, do me thënë është investimi fillestor që buhet në kapacitetet prodhuese, edhe tani ki periodik të ankuar në kosto operacionale për me ble një burim. Plus e veti mjedisor e veti shëndetësor nëse djegon që përshë. Do më thonë, nëse prodhojmë prej energjisë i renovueshme, këtë rast që kena hidro, për pat kesh s'ka shumë mujra, i erë dhe i solare, nere bojmë një central, edhe mo veç tani po, normal, je ka kosto operative, por në krahasim me teknologjitë e tjera, i ka kosto shumë më të lira operacionale në raport me lloje të tjera të teknologjive. Energjia solare e ka një sens të mirë që mundet me u realizu relativisht shpejt, edhe gjenerimin që e ka e mbështet kërkesën, do me thonë kur të ka prodhim, normal që gjatë ditës, edhe qaj prodhim gjatë ditës mbuluhet që ajo kërkesë. Tani kemi energjinë e erës, e cila nuk e ka profilin vetëm gjatë një periudhe ditore, mirë po e shpërndan që profilin e prodhimit për gjatë komplet ditës. Do me thonë nuk është shumë sezonale në ngjashëm që është
Po funksionu mas mirë, është mirë me pas në mix. Po, një kombinim me të, ne? Mirë, por normal edhe këtu i kanë tani limitimet e veta, për shkak se në aspektin e zëvendësimit, këto nuk vinë veç vetë, këto vinë me komponente tjera. Do me thonë, do të me pas rjetë, do të me pas kapacitetet besueshme, do të me pas fleksibilitet në rjetën e të cilën futet që kjo energji, në mënyrë që me u marë komplet vlera maksimale që mundet me u marë për teknologjive të tilla. Duke që mundet mu zgjidh vetëm një mungesë për shembull që ekziston gjatë dimrit për energji elektrike, për shkak se kërkesat e na shumë më e madhe për shembull gjatë dimrit edhe ka vazhdu me u rrit periodikisht kërkesat të tilla. Për shembull, në vitin 2025 kërkesa për energji në Kosovë është rrit për 5%, është gati 7 TWh, ndërsa prodhimi vendor ka ro për 12% orientimisht. Na kena import gjatë këtyre periudhave, edhe sfida të menjëhershme të cilat duhet me i rendit në mënyrë që për me i adresu çdo probleme që na i kena. Do me thonë, kena rënjen në prodhem, rritjet konsumit, edhe kemi tani një mismatch në kohën kur prodhohet edhe kur nevojitet energjia në vendin tonë. Po, na kur folëm për konsum, na jena të në mënyrë humbje energjisë në literaturë është kur e përdor për nxehtësi. Na për fat këtë, shumicën e energjisë dimër e përdor për nxehtësi. Do me thonë, to pjesa, na duhet me menu edhe mendimin për çka përdoret energjia që e përmendëm fillim. Do me thonë, nëse do me pas një energji qëndrueshme, duhet me bëhet miksin, po të shti edhe eficiencën e energjisë. Sakt, po, e vërtet. Unë për çta mendoj që sidomos energjia e ripërtërishme nuk duhet me u po vetëm si energji solare, që është një produkt edhe një projekt që realizohet, ose energjia e erës që po ashtu është një produkt edhe projekt që realizohet, po kjo vjen si një si zgjidhje portfolio në qatë aspekt. Ajo mundet me i ule me time, duke ndiku pozitivisht në ambient, e rrit nivelin e furnizimit të energjisë elektrike që vjen për prodhimit vendor në atë formë, i përmirëson modelet ekonomike afatgjote, edhe rezultatet e tëmve gjithë qysh varen prej sistemi që ndërtuan për rreth qytetëve teknologjive, në mënyrë që me mujtë sistemi jonë energjetik i cili e kemi të trashëguar për një sistemi paraprak, me i përthith maksimalisht benefitet që vinë prej produkteve tilla. Edhe rrjedhimisht tani me adresu çdo probleme të cilat na i kemi të identifikuar. Zakonisht tash po kërkoj pak një pyetje me pyet, a ka potencial energjia e rinovueshme në Kosovë? Tash janë disa projekte që janë vetojnë atash për përdorim në fjalë që janë ongoing ose në projekt të sipër, kena 100 megawatt në Rahovec, 100 megawatt në këtë, po folëm për këto të mëdha të vogla. Sa potenciali i energjisë po folëm solare, me erë, se ju edhe hidro, edhe pse i kena të vogla ato hidro, po ka shërbimet e vogla. Po prapse prapa i miksi energjetik edhe ato të vogla të mund me na i në funksion. Në Kosovë ka potencial, përveç potencialit ka edhe interes të zhvillimit të këtyre projekteve. Na kena një sistem i cili është mjaft mirë i ndërlidhur me vendet e rajonit, edhe jena pjesë një komunitetit të energjisë i cili e ka për synim edhe arsyeja e ekzistencës tij është që sistemet e tilla me u kyç me sistemin evropian të energjisë elektrike. Kjo jep një perspektivë të madhe projekteve të tilla, e cila benefitet e interkoneksioneve është i dizajnuar në qatë formë që me mujt me i reap the benefits e krejt bashkëpunimet rajonal edhe rrjedhimisht me fjalë Kosovë, nëse na nuk e shumë, nuk do të me pasi ishull energjetik që krejt që shpronzojmë, do të me prodhu na. Po na mujna me prodhu marshu, do të me pasi pjesë rajonit që na marrë për ty në jepu kur na duhet, nëse natër kena erë na ma shumë, pse që e mos me shkue në venet ra. Është rasti për shembull me Shqipëri, për si hopi i parë drejt një bashkëpunimi të tillë rajonal, edhe me Shqipërinë bashkëpunimi i tillë ka mundësu që profili jon i gjenerimit
që është prej termocentraleve, me u përshtat shumë mirë me profilin e Shqipërisë të gjenerimit, i cili është i bazuar kryesisht në hidrocentrale. Edhe është ndër sistemet më clean të gjenerimit në këtë botë i Shqipërisë. Bashkëpunimi i tillë ka mundësu që edhe qëtë më parë se qysh është e nevojshme që një integrim i tillë edhe me pru benefite për një vend caktuar. Tash këto projekte të cilat janë në realizim, nisën normalisht prej potencialit të resurseve natyrore të cilat i kemi në Kosovë, edhe tani pasohet prej sa munden qito potenciale me u përkthy në zgjidhje të problemeve dhe rrjedhimisht krijimit të vlerës për shoqërinë, e cila i mundson tani që çdo projekte me u realizu, me një operim edhe me janis me 7 kWh të energjisë ripërtëreshme në rrjet. Kjo vjen me sfida të vetat, mirë po kjo tani komplementohet pi politikave shtetërore edhe prioriteteve të cilat secili vend i ka. Disa mujnë me po energjinë vetëm se politik ekonomike, për të cilas munden me marë përfitime dhe me bu biznes me atë punë, jo vetëm energjinë elektrike, po në përgjithësi energjinë edhe burimet në të cilat ata gjinden. Edhe tani janë dhe vende tjera, për shembull si Kosova, të cilat e kanë të trashëguar një sistem të vjetruar, të si të gjenerimet, ashtu edhe të infrastrukturës përcjellëse të gjenerimit, e cila është marru edhe është financu për me i shërby një grupit të termocentraleve të cilat janë aktiv në Kosovë. Edhe tash të prioritetet të cilat që ky vend i vendos, normalisht që edhe ti gjindesh me një pozitë ku i trashëgon do probleme, edhe ti piq aty që tani do të me qitë një target ku do me mbri, edhe çfarë lloje të vendit po e percepton. Normalisht që të na duhet më konë qesia ojrit, një pikave kryesore, pjesa tjetër duhet më konë si stabilitet i çmimeve, me mujt me pas përballueshmëri të çmimeve si për biznese, ashtu edhe për qytetarët e vendit tonë, edhe rrjedhimisht secili vend mundet me pas prioritetet ndryshme, na si vend duhet me pas tani çto prioritetet të qarta. Edhe dashti nuk është ideja me kopju objektiva që kanë të vendeve tjera. Ideja është me mujt me identifiku na cilat janë kërcënimet tona, edhe cili shërbim në rrezik, edhe cili kombinim tani i teknologjive dhe i investimeve i zgjidh çdo lloj të problemeve. Po për shkak tash më lidh pak edhe te strategjia e energjisë. Kosovë strategjia e energjisë na ke shumë mungesë të shpëmarrojnë në termocentral. Si humbje teknike kanë që janë rrjet 30% nuk investojmë, pes voglojnë humbje teknike, po përmarrojmë në generator. Një ka qenë edhe në kalumen, tash edhe strategjia e tashit nuk ka që po premton diçka. Në fjalime që ka pas kryeministri kur e ka marrë mandatin e qeverisë gusht, ai në mënyrë tha që nuk ka kapacitete për to që janë në gojë. Tash e kisha lidh diçka me varfrinë energjetike. Kosovë do ka të familje, sipas dhënave qeverisë që përfitojnë, do të thonë kush i ka 150 euro, diku 90.000 familje përfitojnë, që ndihmon qeveria me pagesë. Se kish mujt me zhvull to energjia e ripërtëreshme? Energjia e ripërtëreshme ka një benefit të dukshëm, i cili me një investim fillestar në teknologji merr prodhim afatgjat për benefitet drejt për drejta mas parit të zvoglimit kostove të energjisë elektrike. E dyta, që shqipjen, me shkarku rjetin për ngarkesave të cilat shkaktohen prej konsumit të tepër, të na është dominant e konsumit ashtu kështu residential consumption. Është konsumatorët shtëpit familjar, konsumatorët familjar janë pjesa më e madhe e konsumit të energjisë elektrike që ndodh në Kosovë. Edhe që kjo varfëri energjetike dhe mungesë e përballueshmërisë të çmimeve
rrjedhimisht është një problem i cili mundet shumë lehtë me u zgjidh për energjisë të ripërtreshme, për shkak se vetë profili edhe modulariteti që energjia e ripërtreshme e ka, specifikisht me energji solare, është duke i mundësu që secili individ me mujt me u bë prodhues edhe me mujt me prodhu energji për nevojat e veta. Profili i prodhimit mundet me mos me u përshtat decidivisht me kohën kur konsumi ndodh, mirë po teknologjitë e reja edhe ndihmëse tani të energjisë të ripërtreshme që janë bateritë, e mundsojnë një vendosje të profileve të tilla, edhe rrjedhimisht tani me kampanja tjera mundet me u bë një formë që ti nuk konsumon më prej orës 8, mirë po e konsumon prej orës. Do thonë shteti ma mirë është me vënu një panel solar me një bateri një shtëpisë, so me jap 6 muj ka 30 euro. Sa e 25 vjetë e merr energji. E vërtet, në aspektin e benefiteve afatgjote, që kjo është një zgjidhje e cila mundet me kriju një pavarësi pakte 25 vjeçore, nëse buhet për shembull një rast me projekte, me një projekt solar që instalohet me një shtëpi. Po veç duhet të pas parasysh edhe mënyrën e konsumit. Do të thonë nëse ti prodhon solar shumë, e vërtet. ti e shpenzon i krejt punët e shpenzon shumica Është e njëjta teori. Kur duhet, kur ki energji. Sakt, është e njëjta teori edhe këtë që aplikohet, që në kuptimin që për çka ka me u përdorur çajo energji dhe çfarë shërbime ka dënë me ofru. Çajo energji e cila ka me u prodhu pi paneleve solare, ka me ofru një shërbim të caktuar. Nëse ka më kon përballueshmëri, që duhet më zbrit faturat e energjisë elektrike. Për më zbrit faturat e energjisë elektrike, një projekt duhet më u dizajnu specifikisht sipas profilit konsumit që e ka në shtëpi, otherwise nuk është që mundesh me arrit çato benefit, mundesh me pas për shembull dikur që të nxjerr shumë panele solare, mirë po ato prodhojnë këtë njëjtën kohë edhe ti nuk i ku me çu çatë energji. Ti ose dosh me rrit në bateri, ose dosh me bart në rrjet, ose dosh me instalu pajisje që limitojnë çatë energji. Nëse që ky profil nuk është i inxhinierum në formën që duhet, benefitet që vijnë tani prej çatij projekte janë vetëm teorike dhe jo në të vërtet realistik. Për më qenë realistik duhet me pas projekte në saktë, edhe është mirë që projektet e tilla edhe të mëdha të cilat janë announced në Kosovë, për shkak se ndërtojnë kapacitete inxhinierike tutje në mënyrë që me i zhvillu projekte të tilla të cilat për një bin benefit, edhe rrjedhimisht e zbutin varfrinë energjetike edhe në Kosovë për çdo projekte. Janë kampanja të cilat unë besoj që mujnë me dhanat ekzistuese që i kemi, sidomos të konsumit të çtënë objekteve, mundesh me dizajnu një formë që për me i ndiku edhe me i mri qëto si hap i por që ish duft më kon për me mri me pavarësu një shtëpi në qatë formë. Kjo tani në aspektin qysh është njëri një model ideal të një shtëpie në Kosovë. Po folëm për elefantin në dhomë, se kur po folëm për këto energji që të projnë, do të thonë këtë është një problemi që dhe që jetë të thirë të rjeti. Sa për balon, a duhet me investu në rjet, a duhet me konë smart grid ose rjeti menshë, që ty në ashta pse çmimet me konë me një tarif, do të thonë ka vene evropiane që çmimet janë real time, që të regojnë që tash është çmimi i shtrejt edhe ti nuk e lëshon furën bashkë atë moment, për e lem për ma banë. Sakt. Ideja është që, jo ideja, po me thonë debate dhe diskuse për momente, narrativa që është kriju, është më shumë diskutimi duke u bu në fokus të teknologjive edhe jo në funksion të sistemit si tërsi. Sistemi energjetik është qaj zinxhiri i plot i cili e kthen një burim cili do që është ajo, ose është pëngjell, ose është diell, ose është erë, edhe e kthen qatë burim në një shërbim të dobishëm. Nuk kryhet kur buhet energji elektrike, nuk kryhet kur qitet në rrjet, po kryhet kur që ajo energji përdoret për diçka të dobishme, që ata mujna me thonë që për një makina vu diçka. Për energjinë elektrike, duhet gjithçysh me u mendu mas pari pjesa gjenerimet, tani e kemi rrjetin, tani e kemi tregun, tani e kemi konsumatorët, edhe tani e kemi institucionet që janë si mbarvajtëse të këtë qëti sistemi si tërsi. E kemi gjenerimin i cili shëndrën qëto burime në energji elektrike, edhe kemi rrjetin që e bortin tani qatë energji në pikat shpërndarëse ku janë të kyqëm konsumatorët. I kemi tregun
e energjisë elektrike edhe kontrotat të cilat lidhen në real time për me mujt me koordinu blerjen, shitjen e qësaj energjie e cila është available në treg, dihet bile një ditë ma herët sa ka më punë. Konsumatorët tani e kanë një profil të kërkesës sipas nevojave të tyre, edhe gjithnjë më shumë që avanson që kjo teknologji edhe avanson industria si tërësi, mund më kon pjesëmarrës sa më aktiv në qito tregje në të cilat janë already edhe po ashtu edhe këtu në zhvillim e sipër. Tani qëtu i kemi institucione të cilat krijojnë rregulla edhe mundsojnë modele të ndryshme, edhe i kemi institucione që japin leje, mundsojnë çto projekte të tilla më u zhvillu, i mbrojnë konsumator që kanë nevojë me u mbrojt, edhe përcaktojnë se kush është përgjegjës kur performanca që është claim nuk i mrin që ato pritje. Që kjo është shumë me rëndësi, për shkak se sistemi mundemi me thonë që është të funksionu veç kur ke që të work together. Një central për shembull mundet më kon teknikisht shumë sound, po e kena instalu pajisjen më të avancume, funksionon, mirë po ideja është sa vlerë ka krijon çaj central, se nuk është ideja veç me sound good in paper, po ideja është për me pru qatë shërbimin i cili është te konsumatori i fundit, cili do që është ai konsumator. Edhe nëse qëto parametra nuk mundësojnë që mu identifiku cilat shërbime janë të u kërku në Kosovë, edhe cilat janë prioritetet që na i keme, nuk ka sens me full tani për teknologji dhe me thonë që kjo bën, që kjo zbën. Kjo lidhet për shembull, ta them edhe çfarë. Për shembull, i kemi rastin me energji solare edhe bateri, që janë projekte për momentin të cilat janë duke u zhvillu, sidomos për industrive të cilat janë dalë në treg të liberalizimit të energjisë elektrike. Tregu na mujna me të instalu dhe panele solare dhe me thonë që kjo ka me të prodhu në bazë vjetore x kilowattor energji. Edhe ai mundet me këshyra me thonë që unë harxoj çikash, kemi prodhon çikash, rrjedhë me fatura jam u zbrit po çikash. Kryet vite, edhe nëse çaj sistem nuk është realizuar që duhet, kjo e ka pagu projektin solar, ose i ka pagu ratat vjetore që i ka pas për çat projekt, edhe i këshyr fatura që i ka pagu për energji elektrike, edhe tani dhe meth mundet mos me meth. Numrat nuk përputhen. Edhe tashti ideja është që gjithmonë si për një biznes saktu, si për në nivel vende, duhet me u analizu çka është që ajo kërkesë për energji, në të rast kërkesë për energji elektrike. Edhe kur është të ndodhë që ajo kërkesë, edhe rrjedhimisht kur ka më prodhu paneli solar, edhe tani nëse nuk ka normalisht për panele mundesh me bëu një simulim shumë qartë, për kërkesë do të më marr matje 15 minutë që më ja këshyr çysh e ka shpenzimi vjetor, edhe me këshyr sa ka përputhje profili i prodhimit paneleve solare me profilin e konsumit që ka çaj klient. Edhe nëse ka të priza, për shembull që ti gjatë ditës ka ndonjë pauzë 12 deri në 1, edhe që atëro piku i prodhimit, ka sens për shembull me instalu bateri për rujtje të energjisë, siç ajo të pris me të rujt, edhe ti me shpenzu ma vonë. Ky është modeli i një sisteme për qatë fabrikë të caktuar, po thonë, e cila e ngrit maksimalisht pavarësinë mas pari lokale. Do me thënë ti i kry njëherë obligimet që a i ki të tuat, se ti ashtu kështu i ki që ato kostot e energjisë elektrike. Edhe ideja është me dizajnu me një formë ku maksimalisht ti e rrit pavarësinë tënde, ki gjenerim individual, do me thënë ka të mënesh me gjeneru për vete, gjeneron për vete, nëse ki të pric e shtyn në letë edhe përdor ma vonë, ose rumë bateri e përdor ma vonë, që me kop qatë diferencën çmime për bizneset të cilat janë në treg të lirë, edhe janë të indeksume me çmime të bursave, edhe rrjedhimisht që to janë qysh munden teknologji të tilla me kriju vlerë. Mirë po kjo lidhet shumë me infrastrukturën në sistemin në tërësinë të cilën që ajo fabrikë ose një objekt i caktuar gjendet. Tashti tenar, sistemi energjetik i ka përgjegjësitë e veta, se duhet më koni besueshëm, edhe duhet më konë që më konë available në momentin kur të ki kërkesë
për energji me të supply ty me qatë energji caktume. Te na ka humbje edhe kena për shembull rreth 15% në Covidin 2025 që po Humbje rritet. të rritet. Që dhe na pa me konsumatore pagu. Edhe tash po mundesh me thënë ajnë ato gjeneru shumë, po përderisa nuk inspektohet komplet rrjete, ti mundesh me thënë që ne i kena instalu 500 MW solare, për çato 500 MW energjia që u prodhu për tëmve ka shku në humbje për gjatë rrugës se derisa ka mbritë çaj konsumatori me ofru shërbimin e vet. Tani për që ata duhet më marrë parasysh gjithmonë so janë physically able që karakteristikat fizike veç të energjisë elektrike first of all, do me thonë që duhet më konë kur prodhuhet me mujtë më argju. Do më thonë, nuk ka kjo puna për bleni macchiato, e veç për macchiato. Po. Do që to do të me menua që prodhimi, kur të instaloni në panele solare, projektet ma e duhet me pas një kalkulim, është një matematik mas. Sakt, do me thënë është një fizik e cila kalzon që kur të prodhuhet, normal t'i ki me pas një pajisje, i ka që to regula, ajo që në mënyrën që ajo funksionon, edhe tani ligjet e fizike se përcaksojnë ku ka me shku që ajo energji elektrike. Na tani kena kontrata dhe tregjet të dizajnume në qatë formë që përcaktojnë kush e pagun edhe kush është përgjegjës për to, kujt i takon, çaj i takon, mirë po pa i ndërlidh të dyja, do me thonë edhe mënyrën që është distrukturum tregu, edhe mënyrën që është able energjia elektrike për me funksionu edhe me rrjedh në rrjet, nuk është pasqyrë plu. Edhe ti duhesh me pas një arkitektur komplet sistemit të elektrik, për me mujt me e kuptu për me se cili projekt çfarë ndikimi ka me bu edhe është për me realistik qaj problem që ka tentuar me u zgjidh, edhe rrjedhimisht një projekt i cili është i zhvilluar që është duhet, mundet me pas mundet më konë të dytë ka 100 MW më konë, po njëri që është i dizajnuar që është duhet edhe ka benefitet më parë. I ka benefitet shumë më të mëdha dhe rrjedhimisht ka bjen vlerë shumë më të madhe në treg dhe tani rrjedhimisht i ka benefitet më të mëdha. Edhe dije se çdo prodhues neve se konsumator na zvoglon konsumin. Na shton një pyetje rreth liberalizimit të tregut të përmendet. Do të thonë Maqedoninë e Veriut është në rajon që ka bën një bum investimet solare, bizniset kur kanë dalë treg lirë. Kosovë tash janë një vjet të ca që janë në treg. Eksakt. So po janë të interesuar bizniset me investuar kur dihet që çmimet e paneleve solare tash janë nashta minimumin më të lirë shkon. Si vjet ja ka nis praktiko si të nalë shku, po në aspektin e çmimeve produkteve. Liberalizimi i tregut ka ardhur në një moment kohor ku s'ka mujt më shty më shumë. Ka fillu shumë ma herët edhe ka mbri me një pikë që veç nuk mundesh me shtymo. Ta shte u dosh gjithçysh edhe nis si procedurë shumë ma herët, mirë po veç s'ka mujt më shtymo. Tash ka pas probleme të ndryshme ndër vite, të arsyetueshme ose të arsyetueshme ajo tim tjetër, mirë po si fenomen tash të kjo lidhet pak edhe me mënyrën që njeri mendon që duhet me jetu edhe që mendon që duhet me vepru edhe rrjedhimisht kështu. Mirë po tregon një formë se qysh ti duhet me u konë i vetëdijshëm për mënyrën që harxhon, kur harxhon, më konë mos me take for granted faktin që ti ki available energy të nkuan edhe ti me caktum, po. Dikush është të pagu për ta. Ideja është që liberalizimi i tregut e bën fair, edhe nuk është kuptu, mendoj që është keq kuptu për shkak se mjegulla e tillë ekziston në diskursin publik në Kosovë për energji. Mirë po liberalizimi i tregut vetë të bën një pasqyrim të vërtetë sa jetu shkaktu ti kosto, duke qenë një konsumator i energjisë elektrike në Kosovë. Edhe nëse ti jetu e shkaktu qatë kosto, ti të me pagu qatë kosto që jetu e shkaktu. Nëse ekziston një ekitin e rati edhe Naktarish me ndërlidhet to. Nëse kena konsum tepër, ka vëllët një trafo. Edhe në fund, kur duhet më pagu e trafo e pagu ke konsumator njëjtë. A faktikisht ai që shpenzon më shumë e ka koll trafo. Tash duhet edhe çaja edhe mënyrën e përgjegjësisë me marrë çaj konsumator. E vërtet, ligji në Kosovë rregullat
edhe commitments që na i kena e pasurojnë shumë mirë që që secili do të më konë responsible për pjesën e vetë që e shkakton. Edhe për qatë sa mundet më konë responsible. Kjo ka fillu mas pari me biznise, të cilat janë can afford it, edhe që kanë qarkullim shumë, kanë punëtor shumë, rrjedhimisht mirët me qatë aspekt. Edhe kjo ka liberalizimit e na, sidomos në periudhën kur ka ndodhur, e ka kriju një ngritje të vetdijes për me kallëzu që sa rehat ku na kon me qatë strukturë. Çfarë ati është kuptimin që ti as nuk ke pas nevojë me menu kur harxhon, qysh harxhon, vetëm që i ke pas blok tarifa që e ke ditë që natën e ki ma mirë, ditën ma shtrejt, ama kur gjë tjetër nuk i menu. Ja që kjo është ndodhur, do të thonë edhe në konsumatorët tash jena trek rregullimi. E është vendimi i fundit të ZRE-s, i cili e dënon me vërejtje i përlefancën se ka shkaktu debalancë. A debalancë në 1 miliard. Dhe më vend që kompania që ka shkaktu me marrë damin, na gjuhet neve konsumatorëve. Sakt. Dhe më thonë tash këtu konsumatori, dhe më thonë sidomos ai shtëpijak, i cili është familjar që neve veç na shtrajtohet rryma. Se s'ki Micën e raste u bo për keq menaxhimin e faktorëve që janë energji. Ka qenë nashta ju kujtuar aja që u shtyke her kosti, her keci, kush e ka shkaktuar se ka llogarit mirë konsumin. Në fund ajo debalans dikush e ka pagu. Sakt. Edhe në fund as nuk u dënu PZRE-s kosti, as nuk u dënu keci, po në fund na si qytetarë morën përsipër me ja pagu qatë keq menaxhim. Jena generoz na. Po këta aspekte. Po qata është shumë e rëndësi, sidomos kur bëhet debati për energji, me pas një koncept se kur do të me pagu që do të me pagu, edhe me tentu me u drejtun që atë formë që edhe planifikimet që buhen, me mujtë më konë sa ma fair i shpërndon. Edhe përgjësi me marrë që e shkakton. Që e shkakton. Liberalizimin ndihmon që të send, edhe kjo ka kriju nivel, e ka ngrit vetdijen në qatë pikë që buhet një farë zgjidhje, menuohet bele fak. Pe qytetëve bizneseve, pak u mendu se qysh mujna me abo, se po lëvizin faturat shumë. Ka pas lëvizje për shembull edhe në Maqedoni kur ka ndodhur, se për shkak që jena ngat, të biznesmenat folin me njëri tjetrin, dihet çka po ndodh, tek po ndodh. Vazhdimisht ka pas ngritje të vetdijes që të formë, edhe unë mendoj që në çat aspekt ka pas pozitiv, ndikim pozitiv në aspektin e ngritjes vetdijes për me kallëzu që u bune për imet e kokna pjesë mas aktiv. Edhe kam ndikim, si për mirë, si për keq, kam ndikim që të rjetë, edhe rrjedhimisht vazhdon tutje. Mu vjen keq që niveli planifikimet edhe niveli kapaciteteve tani në anën tjetër, nuk është në nivelin e duhur që me mujtë për me handle it edhe me di që është ka ndodhur. Na tani si aktivitet në qitë industri, e kemi vrejt që njerëzit kanë pas shumë nevojë për suport, këshillim, asistenca teknike për me mujtë me i dalu, sepse nuk kem konë gjendje as me lexu një kontratë të furnizimit që me ditë çka nën kupton për ta, ose me ditë çka nën kupton liberalizime e të tjerë. Mirë për nga aspekti i industrisë edhe ekspertizës që kemi në qëtë farë industrie, kjo edhe tani rrjedhimisht mënyrës që shmendojna që du të më strukturu vendi, na e shohin që të formë që ndikon për mirë, si sa ma shumë njerëzit që janë të vetëdijshëm, janë marrin vendime ma të mençura, mënyrën që harxojnë ma mirë energji elektrike në qatë formë, se nuk është ideja veç me kursy, for the sake of me kursy, po për me sa mundet më konë kostëja vërtet, edhe ti me pas një produkt kvalitet ndodhje. Da është vesh me cek që kursime nuk e jetë të kursyve në gjep, po jetë të kursyve edhe në rjet, edhe i porti ma i bu. Ideja është që ti për shpenzimet të cilat janë bo, dikush i ka pagu. Nëse ti si ki pagu për që ti gjepit që kene, i ki pagu për që ti gjepit tjetër, se na që të jena të jetu, edhe që të i kena këtë aktivitetet që i zhvillojna. Edhe ideja është që ti më konë sa ma i vetëdijshëm për cilit gjep sa të parës dhe tua janë, edhe për cilit gjep jeti të pagu, që e të pagu, mendoj që sa ma shumë që njerëzit e din këtë send është ma mirë se je ma i pavarur, je ki autonomi vendlimarrëse, edhe rrjedhimisht është niveli shoqërisë është më i lartë. Edhe mendoj që do të mos synu, sidomos na si vendi na i vogël, mujna let më koordinu që me ngrit edhe me synu që
Mirë, po kthejmë te pyetja e parë si mendojmë për energjinë, është arsyeja që vendet rajon ose në botë ose tëshë i përshtaten shision konsumit. Të na jena me fix do data. Për shembull, na para 10 vjetë kena propozuar që gjatë dimnit universitetet publike që dha ngruhen i menzemi qendrore me punu te në ora 4, si zakonisht pjesa që asoj energjisë arrieti me mu shpërnda. Qysh me menu, ose për shembull pushimi dimror më zgat pak ma shumë se i shkolla typin ngroje. Do të thonë me ju përshtat edhe klimes, po kjo nuk duhet veç për institucione publike, duhet me menuar për biznese. Nëse çmimi në bursë, nëse shumë çmimi në bursë, e ngritja, nëse marrën 3 bursat kryesore, Alfeksin, Hopeksin, edhe kjo që është në rajon, e vren që ngritja e çmimeve fillon mas orës 20. Është behavioral. Po, edhe tash, na do të më mësua që çmimet e në ora 20 është shumë më lirë, edhe këtë aktivitetet me mundësish me kryte në ora 20. Nëse një fabrik punon me 2 ndrime, me bo ndrime pe 6 të 8, jo pe 8 të 10. Sakt. Ose me menue nëse është dimnit top, se na do të me shpenzu në gruje të konë e jeku pushimin pranveror shkollat, edhe e pushimin dimnore zgjenoj. Do me thonë që mi ju përshtot pak mënyrës qysh mendojmë për energji. Sakt. Na jena me një tranzicion energjetik. Tranzicion energjetik nuk do me thonë që na jena të indru teknologjit të cilat po prodhohen, për mendimin tem, mirë po tranzicion energjetik do me thonë nëse ti ndryshon mënyrën qysh jo që është operational, është behavioral, është ndryshim i sjelljes në mënyrën qysh ti e trajton energjinë, edhe qysh e harxhon energjinë, për çka harxhon energjinë e të tjerë. Nëse na kemi me kont limitum edhe me pri që me ndryshimet e teknologjive kena me mujt më sjell njëjtë, it's gonna be a problem. Se do më thënë ti mënesh me pas janë që ato karakteristika fizike të burimeve 3x3-shme, e cila me tranzicion energjetik i bjen që ti ki me pas sa më shumë burime energjetike, edhe janë që ato karakteristika të sojnë të cilat kanë me përcaktu kur ti ki me mujt që ki me mujt, so është ekonomia e shkollës tani. Nëse ko shumë me një periudhë caktuar me kohore, kërkesë, i bjen që çmimi ka morit shumë nëse s'ka furnizim mjaftueshëm. Nëse furnizim ka shumë me kërkesë jo qaq, çmimi është i lirë, edhe rrjedhimisht ti për me mujt me kap që të vlerë, edhe me mujt me bo affordable, edhe me mujt me make sense që kësan, ti ki mu duhet me change your behavior për me mujt me matchet. Ideja është me ndryshu qatë sjellje në mënyra që ty nuk ta afektojnë jetën për keq, po ta afektojnë jetën për mirë. Tani benefitet të cilat vinë për më kuon vend i cili prodhon energji të pastër, më kuon vend i cili prodhon edhe ka mjedis ma të mirë, ka energjinë elektrike ma të lirë, ka pjesëmarrës në treg të cilët janë ma të vetëdijshëm edhe bujnë choices aktive, janë veç kur kuptohen karakteristikat fizike të burimeve të energjisë 3x3-shme, karakteristikat fizike të sistemet ekzistues elektrik të cilën na e kemi, kontekstin e përgjithshëm, se energjia është shumë multidisciplinare, nuk është vetëm një, mirë po efekti është in your day to day. Nëse ti s'ki me mujt sot mjedis dritat, ditën, natën ose najsen, ko me ta afekt shumë qatë formë. Mënyrën e jetesës. Mënyrën e jetesës, ose nëse ti s'munesh me affordet, ose nëse ti ki më kon pri, so është çështje edhe sigurie tutje që me mujt me pas ti sa më shumë burimet dhe tua. Këto tani i kanë sfidat e veta, të cilat krijojnë shumë hapësirë për inovacion, krijojnë shumë hapësirë për me gjetë forma të tjera. Mirë po, unë mendoj që përqafimi i saj na sa më herë që është e mundur, i bjen çdo benefite për të cilat po flasim. Zapi folën për gjitha temat ka pak, nashta tash po jesë i ponë cilat kanë problemet, ku jenë, çka duhet me bë. Nashta një pyetje kisha dashur me diskutu kur bojnë ana planet jena mësu pe planet 5 vjeçare, po folim pak ma shumë, se për energji unë menoj që na, kur s'kena bo debat, çka mas 20 vjetë. Dhe më thonë, na e kena në limit, i që dhe 2050, sa që s'kena e pas shumërë. E ka pranu qeveria dhe karbonecin. Po rruga dhe që atje nuk fesohen që po jetë s'ka dale. Na shta që tu i shumë nojë që kanë 20 vjetë arshin, që do të me bo na, që 20 vjetë për bjen 4 vjetë para dhe karbonizim. Dhe më thonë, na kanë vete 4 vjetë që myri. Çka për 20 vjetë me gjikë? Vlerësimi jam informum,
është që ndryshimi më i madh nuk ka më kohë një teknologji e vetme e cila ka me domenu, po ka më kohë që ajo logjike e re operative. Do me thonë forma që na kena me operu, ka më kohë ndryshe from the way we do it today. Sistemi energjetik gjithçysh ka më kohë ma elektrifikum, do me thonë energjia elektrike ka me vazhdu me qenë main character i sistemet. Normal tani teknologjitë të tjera kanë me u konë mbështetëse. Mirë po, qaj sistem energjetik e ka energjinë elektrike si star, kështu për i cila ka me mundësu që me pas burime të shpërndora, jo më konë një vend qëndror edhe pi që aty shet po shpërndo energjia, mirë po ka me pas shtëpia të cilat kanë me prodhu energji elektrike vetë, kanë me pas shtëpia të cilat kanë me mush kerit e veta, do me thonë makinat elektrike me energji që e prodhojnë vetë. Sistemi ka më konë shështër shumë ma i shpërndor, shumë ma digital edhe shumë ma fleksibil. Fleksibil në kuptimin që energjin të cilën ti e prodhon dhe sjelljen që ti e ki ndaj energjisë ka më konë shumë ma fleksibile. Dhe me thonë s'ka më konë on demand, kur duar e me pas, mirë për ka më konë apo make sense që tashin e me pas, a muj me planifiku për ma vonë, dhe me thonë ka me integru në qatë formë. Që kjo energji elektrike, e cila do të jetë ylli i qati sistemi energjetik të pas 20 viteve, ka me lidh transportin, ka me lidh ndërtesat, ka me lidh ngrohjen, ka me lidh industrin, krejt në qatë aspekt. Konsumator gjithmonë ma shumë kanë më konë me prodhus, do me thonë kanë me mujtë me prodhu to up to a point, sa mujnë me prodhu, kanë më konë krenar të aseteve të cilat bojnë rujtje të energjisë elektrike, edhe kanë më konë ofrus të shërbimeve të energjisë. Nashta s'kanë më marrë vetë me qatë sen directly, mirë po si pronarë të qëtëve aseteve, i bjen që ata një duke ofru outsourcing një service provider për qatë sen. Centralet e mdhaja, rrjetet e transmetimit kanë më konë halom të rëndësishme, mirë po kanë më operu në paralel me shumë asetet të tjera që shtë të vogla, të mesme, të mëdhaja, rrjedhimisht. Elektrifikimi vazhdoj me mendu që do të jetë central të keqit zhvillim. Për shkak se makinat elektrike kanë uptake jashtëzakonisht shumë, ka me vazhdu dominonzat e ne, dhe mendoj që të tjerë kanë me medis kjede kështë të maraklive, po në esens për në aspektin e funksionalitetit, i kemi... është edhe ma lirë, prodhohet ma shpejt, çmimi po është ma lirë, dhe me thonë njerëz po shkojnë makina elektrike, po mënyra tash ku po thonë me zhvillimit, tash një pyetje që tash bon, që kam qep me bosh zakonisht kush merret me zhvillimit solareve. Është një farë scenario që është 20 qershori. 20 qershor ka ma shumë të dill në këtë rajonin. Çka ndodh kur bënohet këtë solaret edhe prodhimit të jepet? Me 20 qershor 2027. 2027. Halo hirëta, na e keti na tërgjim pozën e parë, po folëm, kjo po diskutuat, do të thonë është kjo i temperaturat e larta, të thënë i pranë do të mundal i centralet nukleare për një kohë për arsye të temperaturave, është kjo ndryshime klimatike, do të mi pas parasysh gjithë tu, po çka ndodh kur e kena pikun e energjisë, a me qunë të gëzim, që gjënate jetë të prodhue, apo qysh do të me menu me shfrytzuat energjit? Mënyra e shfrytëzimit të energjisë e para është konsume, duhet me mënyra që është mendohet për të, duhet me pa që nëse ka generim available, i bjen që ti qaj generim mundet me pru, ka potencial me ofru një shërbim të caktum. Qaj shërbimi që tentuat me ofru, duhet më këshirë në aspektin e a mund është ti që atëherë me shfrytzu që atë energji, nëse po shfrytzu që atëherë. Nëse ti s'mund është me shfrytzu që atëherë, ruje për me përdor më mëllë. Që kjo është algoritmë ose edhe mënyra që pauza nuk ka nevojë me qenë fejt 12 se nëse kena na solare, ndërrojmë mënyrën e funksionimit ose orarit punës i cilën na ka met klasik, se kena trashëgue. Është logjike e re që duhet më konë për operim. Do me thonë ti ma përpara s'kema nuk orë, ke thonë ok, 12 pauza, po dalë u kry, ose rrjedhimisht kur shkoj të shtëpia, këqyri që atëherë janë nisi me marru buk në sen, qëtu behaviors që na i kena në baza ditore.
edhe fabrikat rrjedhimisht i kanë planet e veta operative të cilat i bëjnë të prodhimet ose shpenzimet. Tash janë do pika të cilat ti nuk ka opsion aty për me thonë ju vëllane çfarë s'po përdor ose ju pendrojën e tash të ekziston gjithmonë nëpër skenar të ndryshëm. Fakti që janë do behaviors të cilat nuk mundin me u ndryshu për shkak se ndryshimi i tëmë shkakton kosto shumë më shumë se sa çfarë vlera që i ka dhënë ti me kohë. Ndryshimi e zvogëlon kostën. Po, nëse ndryshimi e zvogëlon kostën, it makes sense me buçat se. Nëse ju ti duhet me instalu edhe me pas produkte të reja available që me mujt me rujqat energji që është potencialisht e mundshme me u prodhu, që me mujt me e përdor. Kjo është për shkak se çajo behavior në treg kjo reflektohet. Edhe në 2026 sot me shkut në datë 20 qershor, mundesh me pa që në pik ditor çmimet zbriten. Ka qenë menos fix, ose ka qenë euro megavatt. Po, fix. Edhe tash qito janë rregulla ekonomike të cilat kallëzojnë që kur ka kërkesë shumë, edhe s'ka Prodhem shumë, aber then the match between them është rregull ekonomik. Ki shumë çmimi është i lirë dhe edhe mes ka vlerë më pak i bjen. Në çat Nëse është aja që po folëm është tradicionale për shembull, industri që punojnë me dy ndrime kanë 10 ora 10. Tash kur e shiti kostën pe orës 8 deri në 10 që çmimi i energjisë ka raste që është 100% martraj. A duhet me menduar natë qysh me shpenzu? Do të vjen përshtat pak edhe. Është logjik operative, definitivisht është logjik operative edhe në 20 vjet të ardhshme u konë shumë e nevojshme që njerëzit me qenë të vetëdijshëm për këtë logjik të re operative me një formë ose tjetër. Either you're gonna ose ti ke më bërë shumë i vetëdijshëm që ke më bë vet, ose ka më ekzistuar një kompani e cila din me të kallëzu ty, ose ta çon një njoftim telefon edhe thotë bërim nëse në 2 orë të ardhshme mundesh mos me përdor gjithë energji që e të planifiku me përdor, se ta një sjellje edhe që sharxhan, mundesh me fitu 20 euro nëse se bën çfarë. Edhe tani ti vendos për vete, obviously është e mira, por tash e kena më shumë se 20 kompani që ofrojnë shërbime të energjisë, tregtimi. Po, të furnizimet. Domethënë mujna me zgjedh ka me qenë shumë edhe në fund përfitues konsumator. Mirë, ma se ty komentar shërbime, që edhe nëse je fabrikë edhe si konsumator, ty të vjen shërbime në fund. Edhe këto kompani tani kanë më konë në funksion në shërbim të urdhen edhe të punëve të cilat ti do mi kry, cila do punë që ato janë, edhe energjia lunë që atë rëllë që ashtu komplet matët cikli për me kuptua jena të e kryu një sistemi cili është që duhet ose ju. Që kjo është shumë me nënësi me ditë që nuk funksionon vetëm në aspekt gjenerimit, mirë po duhet me pas të nkuhen një themel i cili sidomos për mu përgatit për 20 vjet e ardhshme, duhet me pas smart meters, duhet me pas dhona me cilësi që janë të lartë për me mujtë me bo që se parashikime edhe me thonën e nëse borimi 3 muaj çdo ditë u qunë ora 8, edhe në kohë të këtën gjatë sa di ka shumë mëdhaja që quhet në ora 8, nuk janë nisë më qunë në ora 12. Edhe rrjedhimisht dikush mundet me i analizu edhe me i përthosu që të dona për on your behalf, për me mujt me thonë ty bërem ti që të më përfitu pak ma shumë. Inteligenca dhe qale që në një. Edhe normalisht kjo, fakti që dikut ka qose në dhonat e tua që ashtë, kryon tani vulnerabilities tjera që duhet mu përcil me siguri kibernetike edhe përgjithësi qarta se kush që ka tek mundet me bu. Mirë po, në esencë është qëllimi për me mujt me ti përmirësu kualitetin e jetës edhe me mujt me pas sa ma shumë opsione për me mujt me organizu ditën tonë dhe që ashtë që planifikon si një konsumator ideal në Kosovë. Zanfina është e zgjatë shumë se puna e podcastit do të më qenë pak ma i shtu, po e që edhe një pyetje është energjia e renovation në Kosovë. A ka perspektivë? Ka perspektivë, në Kosovë ka zhvillim shumë të hapshëm të projekteve tilla. Veç në 3 vjet të fundit dikohet 80%, jo 80%, edhe pas të këshyres statistikës të e potës fëdera, me të frauzu sa ka. Kosova është me një pozit edhe geografike, që ka resurset mjaftueshme që make sense me zhvillu projekte tilla. Do më thonë ka ekonomi të këtë sferë.
Mirë është që Kosova ka kalu prej një pike ku tranzicioni ka ekzistuar si strategji edhe ka ekzistuar si deklarata publike, po ja kena nisë me lëviz drejt projekteve që po realizohen edhe po ja nisë mu ndërtu jetë të tjerë. Na kena shash korrekt 2026 që veç e ka fillu mu ndërtu anko ndipor, e ka pos një shmem konkuruz 48 euro për megavator. Është një fakt që është zbatim real që është duke ndodhur. Mirë po që këtë tranzicion hala nuk është i koordinum qashtu që është duhet, ose më konë në atë formë që më konë i përsëritshëm ose i shtirë në gjithë sistemin. Arsyeja pse që të progresen edhe potencialin në Kosovë kisha përmbledh me 3 pika. Në aspektin e politikave dhe tregut jena shumë më mirë se sa që jena fornë, edhe për shkak të politikave dhe tregut këtu mundsojnë edhe ka mundsu që me pas që kjo interes edhe që kjo potencial me mujt me pa ma të shpejt. Kena interesi tani për çdo projekt është i konsiderueshëm, se prej analizave që i kena, dhe në korrekt 2026 i kena diko 1.53 giga, të cilat janë me status në operim, në ndërtim ose në proces me marrë autorizim në ZRI. Për qëtëve 1.53 gigave, i kemi 752 MW që janë veç energji solare e fotovoltaike, edhe kena 39 MW që janë energji solare prosumator, do më thënë njerë që kanë instalu për me përdor për vetin. Do thënë tranzicioni është ndërë. Është ongoing, po. Tash ajo prej Niset janë të interesuar, shumë. potenciali është, faktikisht këto që na nuk mundna me bë dekarbonizimin janë ma shumë veç në terreni po tregon që veç ka mundë. Kena po, në terren ko, Ashta ma shpejt. ka kapacitet e vërtet se ka case. Kur ka case, ki investitor të cilët shprehin interes, ata mujnë mu sfidu, mujnë mu leg, Mund me shty, si ra vetë që u shty. mujnë me rrit, po, mujnë me rrit. E keqja është që mujnë me rrit kësut kapitalit, rredhe mos me pos shumë qëto kosto zhvillimore se ne, tash kjo është detyra jone e shtëpisë si industri, për me mujtë me i përmirësu qëto gaps të cilat ekzistojnë për momentin në aspektin e ekzekutimet, edhe me i përmirësu kapacitetet e tona zbatuse edhe në aspektin institucional, po edhe në aspektin vendur për që mujna me buk, sa është realistik ajo me buk, me kënjën në konkurencë, e të tjerë. Një sendi mirë është që kjo industri ka fillu edhe me zhvillu kapacitete, na kena shumë ma shumë inxhiniera, kena shumë ma shumë kompani të cilat mirën me qëtë industri, kena shumë ma shumë zhvillus, kena nisë me pas edhe financus të projekteve të tilla, edhe tani institucionet të cilat kanë përvojë të drejt për drejt, ka mjaftu më kohë një milestone project, edhe ne shpresoj që projektet të cilat ja ka nisë më ndërtu kompletuhen sa më shpejt që është e mundër, në mënyrë që na me pas një flagship project për me mujt me claim që mujna repeatedly me bu projekte tilla edhe me kriju një farë kornize e cila mundet mu qujt kornize nivelit investues në Kosovë, që projektet e cilat kanë shpreh interes edhe janë në proces edhe janë të harxhu pare për mu zhvillu në Kosovë, me mujt me bo ready to build, me financu edhe me mujt ato me janis me ndërtu edhe me prodhu energji që me fut energji në mrjet. Prej qëtëmve, na i kena diku në Kosovë qëto limitime në qatë aspekt, i pori është që ky sistemi në të cilin na po nisëm me që. Këtu e kom një statistik, në vitin 2025, termocentralet e kam prodhu 4.68 terawatt orë, për afërsisht 88.5% të gjenerimit vendor. Do thonë për 10 vjet, pejna të 7-ve kena rënë të 87. Faktikisht gjenerimi veç ka rënë. Po ja ka nis, na kena target. Nuk po them tu se që s'kena qenë. Në 2030 na kena targetin më kun mbi 30%. Mirë, për momentin i kena 11.5% prodhim për hidrocentraleve dhe burimeve tjera 3x3-shme. Nëse këto 1.5 giga në sektor zhvillohen, nuk ka nevojë ma shumë sa 2 vjet 3. Po, strategjia komplet. Faktikisht na bjen që nëse e kanë ta zhvillues që kanë bërë projekte, 2030 na mundna me shkue për te strategjisë na me qenë prodhim. Për kapacitetet të instaluar, po, për kapacitetet të instaluar, fuqi të instaluar, gjithçka është shumë realistik që mundet më mbri. Strategjia u konë që ajo më mbri për mes ankondeve, unë mendoj që projektet të cilat janë të zhvilluar për kompanive private mujnë me na çudit për mirë, se janë paralel duke u zhvillu, për shkak se ka potencial edhe ka business case për me u zhvillu.
Për të sa ka kërkesë. Që po hinë me çmim referent, Po. që rasti Po. i Zatriçi që të shku. Edhe ka kornizë e cila i mundson çdo projekte me u avansu. Kena shumë hapësirë për përmirësim, se ka kufizime evidente në procedura, në formën që shqosëm, koordinime institucionale, që është në gjatë termen që e quajta kapacitet zbatus institucional, për me mujt me i avansu çdo projekte, për të mirën e përgjithshme në vend. Unë i kam një 3 prioritete që mendoj që ishim dufni pas, për me mujt me shku për para. Na duhet me siguru që këtë qitë sistem, mas pare, për me mujt me kry qëto shërbime që i kena planin me kry, edhe me gjendjen që i kena, me termocentrale që i kena, me tentu sa ma mirë, me e meq qitë dëmen që i kena, edhe me push në qitë formë. Do me thonë, do të me pas në një realistic plan për performansën e qëtëmve kapaciteve ekzistuse që janë. Mi përforcu pikat kritike të rritit që janë, na i kena për shambull veç në pej, në istëg, ka qindra projekte që janë, qindra, 10 le të theme, që janë proces më zhvillu edhe kësha vendin e një, të janë të rështi për kapacitetet të rritit në qatë. Do me investu në trapo të reja, do me investu në Po, edhe kanë claim që kanë me vazhdu me investu vetë, për me mujtë me realizu projektet e vita. Tranzicionit do më push hala ma shumë në aspektin e gjenerimit për me mujtë me integru sa ma shumë kapacitetet të reja gjeneruse. Edhe në mënyrë të ankontit të shumë mirë se të siguron shprim të lirë si vend për gjenerim që buhet për jetëve projekteve, edhe mundesh me leverage faktin që jeni shtetë cili ka demand për energji, edhe mundesh me bli një energji t'il. Mirë po ideja është që me mujtë që ato koste që shkaktuan, me mujtë më bort në mënyrë edhe më transferu të se cili në mënyrë drejtë. Do me thonë, kushdo që i takon që atë pik duhet me u ensure që zhvilluat tutje, edhe mja nis me punu drejt modeleve të reja operative, për mu siguru që tregu hopet për ndaj fleksibilitetet, me u siguru që ka rujtjet e energjisë, na e kena një projekt baterive cili është e nas, me shpresën që vazhdon edhe realizuat si pas planit. Në ashtë bëjo vesh mundajt, kur dhije që që ka instalu 4.3 gigawatt. Ka edhe për bateria ka kes, njëna të japrit ligjin për energji elektrike cili lejon të në realizimin e projekteve tila, edhe duhet më ditë që tranzicioni nuk norët veç të energjia elektrike, kena eficiencen në për ndërtisa, ngruje, matë mirë, opcione matë tjera tani për ngruje, modernizim të energjisë qëndrore kështë, mobilitetin, do pason të makinave elektrike, eficiencë industriale, të cilat mujnë me ullqit presionin, sidomos gjatë stinëve dimrit, ku i kena nga sfidat kryesore që ndodhen në vendin tonë që sistemi jonë ngarkohet të i për shumë. Qëto mendoj që kishe mujtë me përmirësu shumë shërbimin që njerëzit të përjetojnë realisht për energji, edhe qëllimi është që Kosova mos me tentu gjithçysh veç me kopju modelet vendeve tjera, po me projektu një sistem i cili është i koordinum me gjenerim, me rjet, me tregje, me aftësi që zhvilluar edhe me planet që na i kena tani në një vendi. Nëse na nuk e këshyrim në qatë formë, edhe nuk ofrojnë asgjidhje të cilat i adresojnë nevoja që na për me i keme, mendoj që gabojmë. Edhe duhet paralel krejt qëto edhe gjenerim edhe investime në rjet më zhvillu në qatë formë. Jo njëherë gjenerime se janë gabimet të cilat i kanë bu vendet e tjera që na nuk kena nevoj me bu. Janë kyç në qatë formë që hajde veç përbojna gjenerim. Nëse kena po strategji tja, veç përbojna gjenerim. Unë e mendoj që duhet një farë qosje shumë ma komprehensiv në kohën për krejt qëto duhet një dialog, do me thonë. For me kuptu që është një sistem i cili ka me pas nevoj për një logjik të re operative, edhe kena një sistem i cili ka kufizimet fizike, edhe kena një sistem i cili ka do të me pas një qëllim për çka o ka dënë me ofru shfrytëzuesve të vetë. Edhe nëse qashtu nuk u bëhet, do në mendoj që mujna shumë me avansu në gjenerim, po jo nëse sërlim i pa që ato benefite të konsumatorët fundor. Edhe në koste. Po e fund i rryme me pagua lama ashtë. Po edhe në fund që ato koste i bjen që
kena mundu me bo diçka, po sa që kena bo fort najzem. E ideja është tamam me bo një fan impakte edhe me mujt me përmirësu çështjen e energjisë në formën qysh me laps mi menu pak senet edhe me mujt me vendosë është. Zampina, faleminderit shumë. Faleminderit. Se na vazhdojmë me podcastin e ardhshëm në muajin tjetër. Faleminderit shumë.